Forca speciale Rinea kanë zhvilluar gjatë natës një operacion të shtrirë në zonën e Niklës në Krujë, si pjesë e hetimeve për atentatin e ndodhur 3 ditë më parë pranë rreth rrotullimit të rinasit ku mbeti vrar Gilman Dodani dhe u plagosë rënd Mustafa Shaliani, i njohur gjithashtu me mbiemrin Sheqeri. Aksioni u koordinua me strukturat e policisë së Krujës dhe Tiranës. Gjatë kontrolleve në një banesë në fshatin Zall të Fushkrujës, policia gjeti një arsenal të plotë armësh dhe lëndësh të rrezikshme. Brenda shtëpisë u sekuestruan arma automatike, një mitraloz, granata, qindra municione të kalibrave të ndryshëm, kallëp, tritol, kapsola, detonator, si dhe lëndë plasëse të pajisura me celular për aktivizimin në distancë. Në total u gjetën edhe 6.000 fishek pajisje të ndryshme për modifikimin e armëve dhe 2.25 kg kanabis. Autoritetet kanë identifikuar si posedues të mundshëm të arsenalit shtetasin 48 vjeçar Ylli Zalla, i cili është shpadhur në kërkim. Policia po vijon operacionin për kapjen e tij dhe po hetohet për të zbardhur nëse ai ka lidhje me atentatin në Rinas. Sipas hetimeve të deritanishme, atentati ndodhi pak minuta pasi Gilman Dodani dhe Mustafa Shaliani dolën nga parkingu i aeroportit. Autorët që lëviznin me një automjet tip Toyota i shëlluan me breshëri Kallashnikovi duke lënë mbi 100 plumba në vendngjarje. Më pas, grupi u largua drejt fshatit Halil ku do gjej automjetin me qëllim humbjen e gjurmëve. Policia njofton se kontrollet janë shtrirë në disa zona të qarkut për të bërë të mundur identifikimin dhe kapjen e autorëve dhe zbardhjen e plotë të atentatit.